so ka qenë e mundur edhe ka qenë ndërlidhja e kandidatëve me komisioner, këto e vërteton drejtësia. To nuk e dim. Nuk mundëm e ditë. Dhe kur do që drejtësia të vepron, na jemi këtu. Duhet me njoft në Kosovë edhe prezumimin e pafajësisë. Edhe prezumimin e pafajësisë. Dhe tash, një pjesë e madhe tyre, nuk janë pjesë e listës të Partisë Demokratike të Kosovës. Nëse do na mu lidh me një emër të përveçëm, po e nalim, po analizojmë, ka ndodhë që kjo. Cila është përgjithësia ti direkte? A ka përgjithësi direkte, a s'ka prap ligje vërtetën. Mi po, zoti Matoshi, unë e kuptaj që kjo ngritet ma tepër në Partinë Demokratike të Kosovës. Por të gjithë spektri politik në Kosovë. Është edhe televizja vetë vendosje, Po, është edhe te LDK-ja, LDK-ja dhe TV-ja. Po, kjo nuk me gjithë të Aleonca është te Aleonca nuk e duke. Kjo nuk do të thotë pse ka bo dikush dush me bo dhe ti. E vërtet. A dhe nuk është e dura fare. As do të me ndodhë. Pra po thamë, drejtësia, ligji do të me kry punën e vetë kush do të qoftë në pyetje. Mirë po, ka njëre bonë dhe ekuilibra që kush s'ka fakte ligjore, kush s'ka një vendim të prekshëm, ma thonë, dush me njoftë edhe kontributet për rastet veçanta gjatë gjithë zhvillimit.